një mike që vjen e lindur dhe e rritur në Chicago, por është nga Kërqova, Baresha e Mini për ju sonte këtu me ne në Oda Podcast. Mirë mbrëma edhe mirë se erdhe te Oda Podcast. Faleminderit. Të shti pa e hapim se theti Manjol që na ka njek në rrjetet sociale. Si e ki pa Oda Podcast? Si ki në gju për Oda Podcast? Oda Podcast ka ju se vetë kam pa në TikTok, YouTube ose Instagram, po edhe familje ime nga Zvicra, në Austri, në Kërqov, krete kam pa. Bile kam parë edhe e kam bë post. Në prej Zvicre, të Kërqovës. Kja gjana mush zemrën, sepse ne po në njekun, por kur e në gjënë diçka live këtu, për jush që familjarë tuj kanë share video të Oda Podcast, seriozisht na mush zemrën dhe ju falenderojmë shumë e shumë që na ndiqni nga Zvicra, Austria, nga marë bota, por sot veçanërisht Zvicra edhe Austria. Por edhe pa lanë se na thojmë gjithmonë që ju na shihni prej tonë botet. Mirë që na shihni prej tonë botet, po ne na shihni edhe prej tonë Ameriket, sepse kjo vajza prej Chicagos thot du më ardh te Oda Podcast. E jo vetëm aq, thot du me ju suportu